Telefonatën e fundit, Fabiola Shej, një prej viktimave të tragjedisë, ka bërë me nënën e saj. 22 vjeçarja nga Bërzulli i Tiranës, studente në vitin e 3, gjatë gjithë udhëtimit nga Elbasani deri në afërsisë e Marës, ka komunikuar vazhdimisht me familjen. 20 minuta para se autobusi të dilte nga rruga, ajo i ka treguar nënës se orarin e drekës e kishin shtyrë për të ndaluar në një lokal pranë detit. Kjo nuk u arrit kurrë. Në familjen Shej në Bërzul ka rënë zia. Vajza e vetme ka mbërritur e pajet në shtëpinë e saj rreth orës 6 të mëngjesit. Jati, i cili kishte një lidhje më të veçantë me vajzën, me zor mbahet në këmbë. Mes lodhve dhe dhimbje, si vllai 19 vjeçar tregon jashtë kameras, përpjekje dhe shpresën për ta gjetur motrën e vetme tek të mbijetuarit që mbërrinin në spitalin ushtarak. Me zemër të ngrirë dhe pas një lajm nga Vlora, vetë familjarët janë nisur drejt qytetit bregdetar. Ka qenë kushërira ajo që ka mundur ta identifikojë pas shumë vështirësish në morgun e Vlorës. Nisëm një 4-5 veta me 2 makina dhe ikëm për në Vlorë në orën 12 veçorek. Arritëm atje në orën 2:30. Aty u futëm ke atë të morgut për ta konfirmuar. Identifikohen gjatë mamas së saj që më tha që në shpinë i jepet ajo, ka një nishanta dhe kuptohet që është ajo. Dhe aty e konfirmova përfundimisht që është ajo. Fabiola. E djela e 20 majit ishte e fundit për Fabiolën pranë shtëpisë dhe familjes së saj. Pas dite ishte nisur nga Tirana për në Elbasan, nga ku kishin planifikuar ekskursionin në Sarandë. Pas ditën e së hënës, autobusi që doli nga rruga i mori jetën në mënyrë tragjike, asaj dhe 12 personave të tjerë.